Jemi rikthyer në studio tek Zona Zero, ku do të trajtojmë pjesën e dytë, çështjen e Kosovës. Çfarë po ndodh në Kosovë, sidomos në relacionet Kosovë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në studio kam ish ambasadorin e nderuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotin Roland Bimo. Roland, mirë se ke ardhur, ambasador. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Dhe në krahun tim të majt kam deputetën e Kuvendit Kosovës, disa mandate, Shqipe Pantina. Shqipe, mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Po e filloj me juve për shkak të një ngjarje të madhe që sot ka ndodhur, pastaj pres edhe pak përgjigjen edhe të ambasadorit, vizita e papritur e ish-presidentit Thaçi, që i bëre në spitalin e Prishtinës babait të tij. Si e ke po këtë vizitë, spektaklin? Drejtën, e pash disa foto që qarkullu në për media të presidentit Thaçi, dhe ndjeva, në aspektin human, ndjeva shumë keqardhje. E para mund tjetë, ndoshta uroj që jo, por mund tjetë hera fundi që aje takon prindin e vetë, pas parasysh gjendjen e tij shëndetësore. E dyta, ai vetë ishte plakur, ishte lodhur duke si një njeri tjetër, dhe kjo në aspektin human. Por në aspektin politik, ta shohësh ish presidentin tanë, ish kryesuesin e ushtrisë shërbëtare të Kosovës, pa marrë parasysh se politikisht unë kam pas shumë mos pajtime me mënyrën se si ai ka qeverisë brenda, por ta shohësh në një trajtim të tillë, çfarë i bënin policia e gjykatës së Hagës, si nuk e lejuan madje as përshëndetje si duhet me personelin mjekësor, ishte vërtet madje edhe papranueshme. Megjithatë, ai është president. Morëm lajmin e fundit që si kanë takuar me djalin, vetëm gruan e ka taku shumë shkurt. Por prap me gjitha ata policë, me gjithë sikur ai kishte ardhur këtu ku diun për çfarë të bën, kur në fakt ai ishte në spital për ta parë babain e tij të smur. Dhe gjithë ky procesi i tej zgjatur i gjykimit të ish luftëtarëve tanë po bëhet tashmë i pakuptim. Të paktën Thaçi e kishte një fat mirë që takoi babain e vet, më vjen keq sepse Veseli s'ka rritur ta takoj, është ardhur vetëm për varrimin e tij, dhe me sa mbaj mend edhe Krasniqit i ka vdek një familjar gjatë kohës sa ai ka qenë atje, do thot i kanë humbur 5 vite të jetës tyre për një faj që unë gjykoj që nuk e kanë bërë. Pra ata nuk janë atje duke u gjykuar për veprimet e tyre personale, shkelje ligjore që ato qoftë, por për, pra po tham në gjykimin tim, për një luftë të drejtë shlimrimtare e cila neve në fund na solli lirinë. Dhe sot unë ndjej empati dhe gjithë madje edhe simpati për presidentin Thaçi. Ambasador, nëse dëshiron të zhdia dy fjali, dy fjali them që vlen të thuan presidenti Trump kur një ditë apo dy mbasi hyri në zyrë për një tweet që është komentuar jashtëzakonisht shumë si denigrimi i drejtësisë, duke thënë që ai që shpëton vendin e vet nuk gjykohet. Pra, zoti Trump ja atribon vetes tij që ka shpëtuar Amerikën nga ata që ishin para tij. Pushtet është tjetër histori fare se çfarë nën kupton zoti Trump me atë që ka thënë, por një element e ka aty brenda që mua më erdhi në mend duke parë kuadrot filmike nga vizita e presidentit Thaçi në Kosovë. Që vërtet përveç e gjitha, nuk e di, është e egzageruar të thuhet në televizion publikisht fjala turp, është një turp i madh për drejtësinë. Është një turp i madh për drejtësinë kjo që po ndodh. Të mbash njëri, pavarësisht se kush ai, aq më tepër që ai është ka qenë president i Republikës së Kosovës, aq më tepër që ka qenë luftar i lirisë, aq më tepër që ka qenë nga njerëzit që ka kontribuar jashtëzakonisht shumë për shkatërrimin e një makinerie lufte siç ishte Jugosllavia e Miloševićit, po t'i sjellim të gjitha në diskutim. Po mbi të gjitha, të ri një person i tillë, 5 vjet pa i bërë akt akuzë, unë nuk e di këta që janë jurist apo avokat apo prokuror apo çfarë janë atje në Hag, a e kanë parë në një herë të shprehjen e famshme që më mirë 100 njerëz të fajshëm jashtë se sa një pa fajshëm brenda? Kjo flet tmerrsisht keq për drejtësinë, domethënë, dhe në vende si joni, apo në zona si tonat ku banë shqiptarët,
t'japësh çdo mesazhe për drejtësinë ndërkombëtare që është kaq e papranueshme. Domethënë ke një lloj revolte sa herë që diskutohet kjo temë. Kështu ishte edhe reagimi i shumicës së njerëzve të jetës publike të ashtu në Kosovë, kishte një lloj revolte, se prapë po tham kur e shet ti presidentin, kur është marrë për të dërguar në Hag, ai ka qenë në pozitën e presidentit. Natyrisht ai dha dorëheqje. Pra neve na është marrë kryeministri, sepse Haradina ishte kryeministër herën e parë kur është gjykuar, doli i pafajshëm, tani u morën krerët e institucioneve, presidenti, kryetari i parlamentit, njërin nga shefat e grupeve parlamentar dhe disa politikanë të rangut të lartë, tanishëm, por natyrisht ata akuzohen për angazhimin e tyre, për luftën e tyre për shlerim. Mendoj se për ne, unë edhe atëherë kam qenë kundër Mlaim Tedin, e kemi qenë bashkë në vend kur e kemi kundërshtu fuqishëm krijimin e gjykatës Hagës, por edhe sot unë vazhdoj të mendoj se kjo ka qenë dhe mbetet një nga padrejtësitë më të madhe që na është bërë neve si popull i Kosovës, jo thjesht vetëm këtyre 5 njerëzve apo sajën atje që po gjykohen, por popullit tonë përgjithësi edhe luftës çlirimtare tonës. Ambasador, këto ditë, do më thonë, erdhi sekretari përgjithshëm i NATO-s në Kosovë, kishte takime me krerë të shtetit, solli mesazhe, ndërkohë që gjithë Serbia po vlon, Dodiku, nuk e di deri në to moment a kanë arritë të arrestojnë ajo policia Bosnjës. Nuk kam pa ndonjë lajm, por që është shpallë fletarresti. Po, është shpallë, do më thonë, fletarresti ndaj tij. Mesazhet e sekretarit NATO-s në Kosovë, si i përkthen? Që tani duam stabilitet? Fakti që sekretari përgjithshëm i NATO-s viziton Kosovën është një moment që duhet të tërheqë vëmendjen, pra nga shumë angazhime të tjera që ka sekretari i përgjithshëm i NATO-s zgjedh të vizitojë Kosovën, do të thotë që ka një preokupim për aleanca për Kosovën. Nga ana tjetër, me dy, për të mos thënë shumë herë më tepër, por me dy akte jashtëzakonisht të rënda dhe të rëndësishme që kanë ndodhur, Banjska dhe Iberlepenci, dhe aleanca ka parë nga ana tjetër, në vend që të bashkëpunonte me autoritetet e Kosovës, ka thënë që po, por praktikisht, për sa kohë Banjska dhe Iberlepenci nuk do të dënohen, nuk do të dalin fajtorët, ne të gjithë jemi të rrezikuar nga akte terroriste që pak a shumë dim se nga vijnë apo çfarë mbështetje, çfarë sfondi politik kanë, por nuk ka asnjë provë. Dhe unë jam i sigurt që diku provat janë me siguri në gjithë të shërbimet super të përsosura që kanë partnerët tanë, do duhet kishin ndihmuar autoritetet e Kosovës që të nxjerrin fajtorët përpara përgjegjësisë. Kështu që ndërkohë që është shumë e rëndësishme si vizitë, kam përshtypjen që do duhej mesazhet ishin më të kalibruara për të mbrojtur atë që duhet. Në këtë rast unë do thosha që ardhjen e zotit Trump në shtëpinë e bardhë do duhet shqiptarët në Kosovë dhe në Shqipëri ta lexojnë pak më me vëmendje se çfarë do të thotë, çfarë do të thënie ka dhe ku është NATO sot dhe ku është ardhmja e NATO-s nesër. Do të thonë, nuk është çudi që deri në fund vitit NATO nuk është se do ketë në një ferman, në një dekret, në një shuq do mbyllet NATO, nuk ekziston më, do jetë aty, por do jetë totalisht irrelevante për paqen dhe sigurinë siç ka qenë deri më sot. Pra, nëse deri më sot kemi besuar fort që prezenca e NATO-s në Kosovë është faktor garancie, sigurie për paqen në rajon, unë nuk do flisja me të njëjtën siguri në kushtet që jemi sot, në mënyrën se si zoti Trump po e trajton NATO-n. Në imagjinatën e zotit Trump, NATO është si një lloj klubi mbrojtjeje që po pagove do mbrohesh, po s'pagove nuk do mbrohesh. Ndërkohë që imagjinata jonë për NATO-n, kur kam qenë unë i ri i vogël apo pastaj kur u bëm antar në 2008 morëm ftesën, në 2009 u bëm antar, ishte klubi i demokracive të përparuara, i sistemeve politike më të avancuara të botës, që mbronin njëri tjetrin nga faktorë